Ngjarja ka ndodhur te 3 personat. Të treti kishte sprovu Allahu xhaleshanehu në këtë dynjë. Të parin e kishte sprovu me zgjeb të lëkurës, me smundje të lëkurës. Të dytin e kishte sprovu, flokët ja kishte rrëzu, ja kishte ek flokët krejt, s'ka flokë. Të tretin e kishte sprovu me verbëri, duke mos pa. Dhe e çon me laçen Allahu xhaleshanehu dhe i thot, le të kërkoj çka po dojnë këta 3 persona. Dhe shkoj me laçja dhe po i thot të zgjebosurit, cila është dëshira jote? Natyrisht ai që e ka likurën e smut thot, me mshëru Allahu me ma dhoni likur të re. Dhe kjo dëshirë e tij plotësohet dhe Allahu ja jep një likur të re. Po ashtu ja jep edhe një pjesë pasunisë që ajo pasuni do të shtohet dhe do të shtohet shumë. Pra jep bagti. Të dytit i thot, cila është dëshira jote? Natyrisht ai që s'ka flok shkon në Turqi, i mirë flokët. Apo kur pishojsh në aeroplan kret me shalla, hoxhallar, plot. Ka shku mi mjall flokët. E këti po i thot me laçja, çka të duhet ty, tha, më duhen flokët. Dhe Allahu ja jep këtë mundësi, po ja jep edhe një pjesë bagtis që me ata me arrit një pasuni të madhe. Të tretit po i shkon me laçja dhe po i thot ty çka po duhet, tha, Allahu të ma kthej shikimin. Dhe Allahu ja kthen shikimin. Ja kthen shikimin dhe ja jep edhe këtij pasuninë e njëjtë. Dhe të tre këta një kohë të shkurt shumë bëjnë pasuni të madhe. Allahu xhaleshanu don me isprovu duke ja dërguar me laçen në personifikimin e një njeriu të varfër. Dhe shkon te i pari dhe i thot, o ti njeri, ke qenë i zgjebosur dhe Allahu të ka shëruar nga kjo dhe të ka dhënë pasuni, më jep nga pasunia që të ka dhënë Allahu. Tha, jo se vetë e kum bo, me dirsën teme e kum bo. Shkoj te i dyti, tha, o ti njeri, më jep tha nga pasunia që të ka dhënë Allahu dhe të ka dhënë flok, sepse ke qenë pa flok. Tha, jo, tha, vetë e kum bo pasunin, me dirsë teme e kum bo pasunin. Dhe shkoj te i treti, taj që ishte i verbër dhe tha, o filan, ke qenë i verbër, Allahu të ka shëru, të ka dhonë Allahu pasuni, më jep pasuni, nga jo pasuni, sepse nuk kam. Tha, merë që ka të dush, sepse unë kam qenë i verbër, Allahu më shëroj, unë kam qenë i varfër, Allahu më dha begati dhe pasuni, dhe merë që ka të dush, e le që ka të dush, sepse ta Allahu të janë të gjitha këto. Allahu i tha me laçes, ata dy të parët kthejnë gjendjen që kanë qenë, ndërsa këtë person leja ashtu që është, duke e shpërbly Allahu xhaleshanu këtë person.